Kohëve të fundit është rritur numri i vrasjeve në Maqedoni, ndërsa rasti i fundit ishte ai i ditës së sotme në Strug. Televizioni Era realizoi një anketë me qytetarë të cilët thanë se janë të shqetësuar nga ndodhitë e fundit dhe se nuk ndjehen të sigurt. Shumica e tyre mendojnë se faktori kryesor i vrasjeve është situata aktuale politike në vend, ndërsa një numër i vogël mendojnë që ky faktor është kriza ekonomike. Se di ata i pastrojnë estapat e vjetë, shka është? Kur ata vritën në medveti, shka ka mbet për neve? Sigurisht i kanë ata punë të vjeta pa pastruhe, parti. Si vlerësojmë katastrofë. Kja e pa mundshme, kja është nuk e dim çka me thonë edhe na. Politik me politik, që për interes të vetin e ta bërë, ma shumë. Po. Që jo, tjetër s'është kur gjo. Për interes partive, që jo. Për interes popullit, jo. Popullit gjithmonë i shkel. Rastet e fundit dihet me ditë. Rastet e fundit vajtën njerëzit pa faj. S'kanë faj, hiq po dikushi e ka bo faj, dhe ta laje ma të vramën. Ma të s'ka faj, që për ditë vetë. Po gryski, s'ka qëtë, është gryski. Kush më me gonë? Kush e preshi Makedoni? Ku jo rinë sonë? Po në partia shqiptare. Po, ato që e më shtetin, ato jenë mato. Qka vrasja është kriminell, një akt kriminell, ajo është për do gjykim. Vrasja në këtë punë ekonomike në herë, pa punësia, pa edukim, që janë. Se politika o për politika nuk përzit fort me këto krimet që në vrasjet për palidhje. Pret se, ja se čudom kako može edhe normalen. Para së gjithësh, unë habitem se si mundet një popull normal të merr jetën e dikujt. Ne duhet fillimisht të shikohemi ndërmjet vetis si njerëz dhe pa marrë parasysh se a kemi të bëjmë me problem familjare apo ekonomike, për gjithçka ka zgjidhje. Unë mendoj që gjithsesi vetëdia duhet të jetë prioritet tek secili njeri. Sot në Strug është vrarë zyrtari i BDI-s Argëtim Hasani, ndërsa 2 ditë më parë në Kumanov është vrarë pretendenti kryesor për kryetar dege Xhemail Rexhepi, i njohur si komandant Shqiponja.